Si pasojë që asaj, ka me shku në xhenet. A priton me vdek çaj njeri? Sigurisht nuk priton me vdek. Pse? Për arsye se vdekja është pengesa për me hyj në xhenet. Nuk mundet njeri për në dunja me hyj në xhenet pa e kalu vdekjen, pa e kalu jetën varreza, pa e përjetuar ngjalljen. Andaj ai menzispret kur të menzispret me vdek, edhe kur të vdes menzispret me e çu në varr, edhe kur shkon në varr menzispret me u bë kiameti. Këto e kemi të argumentuar me hadithe. Muslimani i mirë kur vdes, kur e barti njerëzit në krah me e çu te varret, çka thot? Ç'na kam su pejgamberi thot qaddimuni. Hecni më shpejt. Shumë ngadalë jeni të shku. Hecni më shpejt çomni në varr. Kur të shkon në varr, e mbulojnë, e lën vet. Neve na duket është errësirë, është ftoftë, është keq, është ngushtë. Sahi, janë do momente të varrit që janë të rënda dhe të vështira. Megjithatë, çka bën Allahu me ta? I vjen një krijesë me pamje të bukur. Edhe ky kur e sheh ato gëzohet, se është vetëm. Ata më të dashunit e lan. Ata më të afërmit, familjarët e lan. Se s'është normale me nejt me të vdekunin i gjalli. Vjen ajo krijesë ky gëzohet kur e sheh, thot, kush je ti? Kush je ti me këtë fytyrë të bukur, me këtë pamje të bukur? Thot, unë jam vepra jote e mirë. Unë jam vepra jote e mirë. Edhe i hapët në varr atij një dritare, nëpërmjet cilës ai e sheh vendin e vet në xhennet, edhe e shijon aromën e xhennetit, edhe çka bëhet me to? Mallëngjehet për xhennet, edhe çka bën? E bën një lutje, o Zot, bën e kiametin. O Zot, bën e kiametin, se e din se pa u bë kiametin nuk mundet me hyrë në xhennet.